Silazhi është ushqim për kafshët, që përdoret zakonisht në dimër dhe që përgatitet duke ngrirë bimët e duke I lënë të fermentohen në gropa në vende të posaçme të mbuluara. Kemi dy lloje silazhi, të bardhë dhe mistrit. Eksperti nga shoqata prodhuese e qumshit e Kosovës, Gursel Arifi, përmes një videoje do të tregoj për përgatitjen e silazhit të mistrit në një fermë në komunën e Drenasit. Sot jemi në parcelën e Albani Ibrahimit, të fermieri prej komunës Drenasit, ku është duke përgatitur silazhin e mistrit. Procedurat e përgatitjes silazhit të mistrit, çka duhet të kemi parasysh dhe çka duhet të kemi kujdes, është faza më delikate, po më e rëndësishme është koha e korrjes. Në cilën fazë duhet mu korr silazhi I mistrit. Nëse e korrim silazhin e mistrit më herë se sa në kohën optimale, atëherë vlera e energjisë asaj silazhës është më dobët. Vetë pamja e tramakut që e shohim tregon se koha optimale është e mirë. Zakonisht në bazë të parashikimeve apo në bazë të pamjes, duket që silazhi ka diku 30 deri në 35% lanë të thatë. Në bazë parcelës që po e shohim, domethënë tramaki është I zhvilluar mirë, edhe pse këtë vit kanë qenë kushtet jashtëzakonshme, domethënë nuk ka pas treshura gati të thuj se mbi një muaj më tepër. Mistri është I zhvilluar mirë, tramaki është I zhvilluar mirë, edhe pritet që me pas edhe një rendiment mirë, po edhe kualiteti I silazhit mistrit me qenë I mirë. Si fazë tjetër e që është me rëndësi gjatë përgatitjes së silazhit të mistrit është edhe grimcimi. Po e shohim që fermieri në fjalë e ka edhe një autokombajn, I cili plotson kushtet. Edhe grimcimi është duke u bërë mirë. Zakonisht grimcimi duhet të jetë 1 deri në 3 cm. Është më optimale në mënyrë që kur ta bëjmë në këtë formë grimcimin apo bluarin e silazhit, atëherë edhe ngjeshja është më e mirë, tretshmëria është edhe më e mirë. Çka duhet të pas kujdes gjatë grimcimit është që autokombajni ta bëjë edhe grimcimin apo thyrjen e kokrës mistrit. Nëse kokrën e mistrit kombajni nuk e then, atëherë është tretshmëria bjerë, domethënë lopët nuk e shfrytëzojnë ato, edhe është ma problem atë na ulet shfrytëzimi, kafshët e hanë, por nuk e shfrytëzojnë ato, nuk e tretin. Në bazë të pamjes që duket, kokra është duke u thyer mirë, është duke u grimcuar dhe kjo I plotson ato parametrat për me e përgatit një silazhe të mistrit. Mas korrjes edhe grimcimit, faza më e rëndësishme tjetër është edhe ngjeshja apo shpërndarja në silos, që duhet të jetë ngjeshja duhet të jetë e nitrashme, duhet bëhet rregullisht gjatë gjithë kohës sa jemi të përgatitur silazh, mos të ndalet traktori apo pajisja të cilën e përdorim, të bëhet sa më mirë, edhe nëse bëjmë një ngjeshje të mirë, edhe është ideale koha e përgatitjes silazhit që brenda 24 ore me përfunduar na silosin me mbulue, atëherë I kemi plotsuar këto 3 kushtet themelore që janë, edhe mendoj faza 4 është apo me procedura tjetër është që sa më shpejt ta mbulojmë silazhin. Në mënyrë që ato bakteret që zhvillohen në prezencë të ajrit të eliminohen sa më shpejt edhe të fillojnë procesi I fermentimit I silazhit mistrit. Zakonisht mbulimi bëhet me folje plastike, edhe besoj që ju keni përvojë në ato se si duhet të mbulohet. Edhe zakonisht pas mbulimit me folje plastike rekomandohet që mbi silaz të vendoset dhe apo rëre, apo pajisje të tjera të rënda në mënyrë që gjithmonë silazhi të jetë në presion. Keni vrejë, domethënë silazhi nëse nuk ka peshë sipër, ajo prap qohet prap në sipërfaqe, edhe aty mund me pas edhe ajër edhe vjen deri te prishja e silazhit. Kujdes duhet me pas gjatë mbulimit qosheve të silosit. Zakonisht këtu tek ne më shumë përdoret dheu të vendoset sipër silosit, në mënyrë që të ketë sa më shumë presion.